Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Ya ayyuhal muddaththir. O ti i mbështjell, o Muhammed, Qum fa'anzir. qohu dhe paralajmëro. Wa rabbaka fakabbir. Zotin tënd, madhëroje. Wa thiyabaka fatahhir. Petkat e tua pastroj Warrujza fahjur. dhe largohu nga ndyrësia, adhurimi i idhujve. Wala tamnun tastakthir. Mos jep gjë me synimin që të marrësh më shumë. Wali rabbika fasbir. Dhe për hir të Zotit tënd, duro. Fa idha nuqira fin naqur. Se kur të fryhet në sur, Fadhalika yawma idhin yawmun asir. ajo do të jetë një ditë e rëndë. Ala al-kafirina ghayru yasir. Për jo besimtarët, nuk do të jetë as pak e lehtë. Dharni wa man khalaqtu wahida. Më ler vetëm të merre me atë që e krijova, Wa ja'altu lahu malan mamduda. dhe i dhash pasuri të pamat, Wa banina shuhuda. e djem pran vetes. Wa mahhattu lahu tamhida. Unë ja bëra kamjen të lehtë e të shtruar, Thumma yatma'u an azid. e megjithatë, ai lakmon që t'i jap më tepër. Kalla innahu kana li ayatina 'anida. Jo, kurse si, vërtet, ai i mohoj me kryen e qësi shpallje tona. Sa'urhiquhu sa'uda. Prandaj, unë do të ngarkoj atë me dënime të rënda. Innahu fakkara wa qaddar. Ai mendoj dhe kurdisi kundër Kuranit, Faqutila kayfa qaddar. dhe qoftë mallkuar si kurdisi, Thumma qutila kayfa qaddar. dhe sërish qoftë mallkuar si kurdisi. Thumma nadhara. Pastaj vështroi rreth vetes, Thumma abasa wa basar. mblodhi vetullat e u vrejt, Thumma adbara wastakbar. pastaj u kthye i kapardisur Faqala in hadha illa sihrun yu'thar. dhe tha: Ky Kuran nuk është gjë tjetër veç se magji e trashëguar. In hadha illa qawlul bashar. Këto janë vetëm fjalë të një vdekatari. Sa'uslihi saqar. Do ta hedh në sekar, xhehenem. Wa ma adraka ma saqar. E si mund ta dish ti tamam se çfarë është sekari, zjarri përvëlues? La tubqi wa la tadhar. Ai nuk lë gjë dhe nuk kursen asgjë. Lawahatun lil bashar. Lëkurat i shkrumbon. Alayha 19. Ati i rinëroje 19 engjëj. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. Ne kemi bërë rojtar të zjarrit vetëm engjëjt dhe numrin e tyre e kemi bërë sprov, objekt polemikash për jo besimtarët, me qëllim që të binden ata që u është dhënë libri, e të ushtohet besimi atyre që besojnë, që të mos dyshojnë ata që u është dhënë libri dhe besimtarët e vërtet, dhe që të thonë
ata që kanë sëmundjen e dyshimit në zemër dhe mos besimtarët. Çka dashur të thot Allahu me këtë shembull? Kështu, Allahu lë në humbje atë që do, dhe çon në rrugë të drejtë atë që do. Askush tjetër përveç ti nuk e di numrin e ushtrisë së Zotit tënd. Ky është vetëm një përkujtesë për njerëzit. Kalla wal qamar. Kurse si, betohem për hënën, Wal layli idh adbar. për natën që largohet, Was subhi idha asfar. e për agimin që zbardhëllon, Innaha la ihda al-kubar. se ai, Gjehenemi, është vërtet një nga fatkeqësitë më të mëdha, Nadhiran lil bashar. para lajmërim për njerëzit. Liman sha'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar. Për ata nga ju që dëshirojnë të ecin përpara me vepra të mira, ose të kthehen mbrapsht me vepra të këqija. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Çdo njeri është peng i veprave të veta, Illa ashab al-yamin. përveç njerëzve të krahut të djathtë, Fi jannat yatasaalun të cilët në kopshtin e xhenetit pyesin njëri tjetrin 'anil mujrimin. për keqbërësit. Ma salakakum fi saqar. Çfarë ju ka sjell në sekar? Qalu lam naku min al-musallin. Ata do të përgjigjen: nuk ishim nga ata që falnin namaz, Wa lam naku nut'imu al-miskin. dhe as prej atyre që i ushqenin të varfrit. Wa kunna nakhudu ma'a al-kha'idin. Ne lëshoheshim në biseda të kota me llafazanët Wa kunna nukaththibu bi yawmi ad-din dhe mohonim ditën e llogarisë, hatta atana al-yaqin. derisa na erdhi vdekja. Fama tanfa'uhum shafa'atu ash-shafi'in. Prandaj, kur far ndërmjetësimi i cilit do ndërmjetësuesi nuk do t'i ndihmoj ata. Fama lahum 'ani at-tadhkirati mu'ridin. Atëherë, përse shmangen ata nga këshillimi, Ka'annahum humurun mustanfira. sikur të ishin gomer të egër Farrat min qaswara. e të frikësuar që ikin prej luanit? Bal yuridu kullu imri'in minhum an yu'ta suhufan munashshara. Vërtet, çdo njeri prej tyre kërkon që t'i jepen shkrimet të hapura nga Zoti. Kalla bal la yakhafuna al-akhirah. Kurse si, pasi ata nuk i friksohen jetës tjetër. Kalla innahu tadhkira. Në të vërtet, ky Kur'an është këshill. Faman sha'a dhakara. Prandaj, kush të doj, le t'ja vër veshin. Wama yadhkuruna illa an yasha'a Allah. Huwa ahlu at-taqwa wa ahlu al-maghfirah. Por ati ja vën veshin vetëm ata që do Allahu. Vetëm ai është i denjë për t'u pasur frikë, dhe vetëm ai është i denjë për të falur.